Sa nga ne faktikisht e mendojmë pjesën e hidratimit edhe ju kushtojmë rëndësi, sepse është shumë e rëndësishme, sidomos kur kemi për ta agjëruar edhe ditën e ardhshme. Besoj çfarë duhet kemi parasysh tek hidratimi dhe funksionon apo na ndihmon vetëm uji në këtë rast, apo kemi ndonjë ushqim që ndoshta në mënyrë indirekte ndihmon apo ndonjë pije të llojit tjetër. Kështu e fillove shumë mirë, domethënë veç për faktin që ne jemi të uritur gjatë gjithë ditës, domethënë është një orar i caktuar që ne kemi mungesë uji dhe ushqimi, kur vjen ai momenti i integrënit, shumica harrojmë ujin. Me idenë të ham ushqim ose për të plotësuar një dëshirë që kemi patur gjatë ditës. Dhe do thoya kjo është një nga ata gabimet. Ne kemi patjetër të hidratohemi krahas ushqimit të shëndetshëm. Kur flitet, domethënë, përveç se ujit, atë që e thatë edhe ju, patjetër që ka ushqime që kanë në përbërje sasi të lartë të ujit dhe të cilat patjetër neve na ndihmojnë të rehidratohemi më shpejt. Prandaj edhe më herët përmenda që ne nuk duhet t'i harrojmë frutat dhe perimet, sallatat e ndryshme në kuptim që ne të marrim ujë edhe nga ato, jo vetëm si ujë në gotë ose ujë i lëngshëm. Kështu që krahas vakteve të balancuara në iftar, patjetër që do të rekomandoja një hidratim të mirë, hidratim të ngadalt, dhe realisht është një periudhë që ne jemi të lirë për ushqim dhe nuk është periudhë shumë e shkurtër. Nëse ne